Data 1 maj. Numrat. Kapitulli 8. Dhe Zoti I foli Mojsiut, duke I thënë: Foli Aronit dhe I thuaj: Kur do të vendosësh llambat, 7 llambat duhet të ndriçojnë pjesën e përparme të shandanit. Dhe Aroni veproi kështu. I vendosi llambat në mënyrë që të ndriçonin pjesën e përparme të shandanit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Shandani ishte ndërtuar kështu. Ishte prej arit të rrahur, ishte punuar me çekiç nga këmba e tij deri tek lulet e tij. Mojsiu e kishte bërë shandanin sipas modelit që I kishte treguar Zoti. Pastaj Zoti I foli Mojsiut, duke I thënë: Merr levitet ndër bijtë e Izraelit dhe pastroj. Do të veprosh kështu për t'i pastruar. Do të spërkatësh ujë mbi ta për t'i pastruar. Pastaj do të heqi një brisk mbi tërë trupin e tyre. Do të lajnë rrobat e tyre dhe do të pastrohen. Pastaj do të marrë një dem të vogël me blatimin e ushqimit prej maj miellit të përzier me vaj, ndërsa ti do të marrësh një dem tjetër si flijim për mëkatin. Do t'i afrosh levitet përpara çadrës së mbledhjes dhe do të therrasësh tërë asamblen e bijve të Izraelit. Kështu do t'i afrosh levitet përpara Zotit dhe bijtë e Izraelit do të vënë duart e tyre mbi levitet. Pastaj Aroni do t'ju paraqes levitet si ofertë të tundur përpara Zotit nga ana e bijve të Izraelit me qëllim që të kryejnë shërbimin e Zotit. Pastaj levitet do të vënë duart e tyre mbi kokën e demave të vegjël dhe ti do të ofrosh njërin prej tyre si flijim për mëkatin dhe tjetrin si holokaust për Zotin për të bërë shlyerjen për levitet. Do t'ju mbash më këmbë levitet përpara Aronit dhe para bijve të tij dhe do t'ju paraqitesh si një ofertë të tundur për Zotin. Kështu do t'i ndash levitet nga gjiri I bijve të Izraelit dhe levitet do të jenë të mitë. Pas kësaj, levitet do të hyjnë në çadrën e mbledhjes për të kryer shërbimin. Kështu ti do t'i pastrosh dhe do t'i paraqitesh si një ofertë të tundur, sepse më janë dhënë plotësisht nga gjiri I bijve të Izraelit. Unë I mora për vete, në vend të gjithë atyre që çelin barkun e nënës, në vend të paralindurve të gjithë bijve të Izraelit. Sepse të gjithë të paralindurit e bijve të Izraelit, si të njerëzve, ashtu dhe të kafshëve, më takojnë mua. I shenjtërova për vete ditën që godita tërë të paralindurit në vendin e Egjiptit. Mora levitet në vend të gjithë të paralindurve të bijve të Izraelit, dhe I dhurova Aronit dhe bijve të tij, levitet nga gjiri I bijve të Izraelit, me qëllim që të kryejnë shërbimin e bijve të Izraelit në çadrën e mbledhjes, dhe që të bëjnë shlyerjen për bijtë e Izraelit, që të mos ndodhë në një fatkeqësi midis bijve të Izraelit kur I afrohen shenjtërores. Kështu vepruan Mojsiu, Aroni dhe tërë asambleja e bijve të Izraelit me levitet. Bijtë e Izraelit u bën levitëve të gjithë ato që Zoti I kishte urdhëruar Mojsiut lidhur me ta. Dhe levitet u pastruan dhe I lanë rrobat e tyre. Pastaj Aroni I paraqiti si një ofertë të tundur përpara Zotit dhe bëri shlyerjen për ta për t'i pastruar. Pas kësaj, levitet hynë në çadrën e mbledhjes, për të bërë shërbimin e tyre në praninë e Aronit dhe bijve të tij. Ata u bën levitëve ato që Zoti I kishte urdhëruar Mojsiut lidhur me ta. Pastaj Zoti I foli Mojsiut, duke I thënë: Kjo është ajo që u takon levitëve. Nga mosha 25 vjeç e lartë, leviti do të hyjë në çadrën e mbledhjes për të kryer shërbimet e rastit. Në moshën 50 vjeç do ta ndërpres këtë shërbim dhe nuk do të shërbejë më. Do të mund të ndihmoj vëllezërit e tij në çadrën e mbledhjes, ndërsa këta kryejnë detyrat e tyre, por ai vetë nuk do të kryejë asnjë shërbim. Kështu do të veprosh me levitet lidhur me detyrat e tyre. Psalmi 44. O Perëndi, e kemi dëgjuar me veshët tanë. Etrit tanë na kanë treguar veprën që ti ke bërë në ditët e tyre, në kohrat e lashta. Për t'i vendosur me dorën tënde, ti ke shpronësuar kombet, ke çrrënjosur popull për t'u bërë vend atyre. Në fakt, nuk e pushtuan vendin me shpatën e tyre dhe nuk që krahu I tyre që I shpëtoi, por ishte dora jote e djathtë, krahu yt dhe drita e fytyrës sate, sepse të pëlqenin. Ti je mbreti im, o Perëndi, që vendos fitoret për Jakobin. Me anën tënde do të përmbysim armiqtë tanë. Në emrin tënd do të shkelim ata që ngrihen kundër nesh, sepse nuk kam besim te harku im dhe nuk do të jetë shpata ime ajo që do të më shpëtojë, por je ti ai që na shpëton nga armiqtë tanë dhe që I mbulon me turp ata që na urrejnë.
Ne do të lëvdojmë çdo ditë Perëndin dhe do të kremtojmë emrin tënd për jetë. Por ti na dëbove dhe na mbulove me turp, dhe nuk del më me ushtrit tona. Ti ke bërë të kthejmë kurrizin përpara armikut, dhe ata që na urrejnë na kanë grabitur. Ti na ke dhënë si dele për therje dhe na ke shpërndar midis kombeve. Ti e ke shitur popullin tënd për asgjë dhe nuk ke nxjerr asnjë fitim nga shitja e tij. Ti na bëre për turp me fqinjet tanë, u bëm gazi dhe tallja e atyre që rrinë rreth nesh. Ti na ke bërë të jemi gazi i kombeve, për sa na përket neve, popujt tundin kokën. Turpi im më rri gjithmonë përpara dhe fytyra ime është e mbuluar nga turpi, për shkak të atij që më thyen dhe më poshtron, për shkak të armikut dhe atij që kërkon hakmarrje. Të tëra këto na kanë rënë mbi kurriz, por ne nuk kemi harruar dhe nuk kemi tradhtuar beslidhjen tënde. Zemra jo nuk është kthyer prapa dhe hapat tan nuk janë larguar nga rruga jote, por ti na ke coptuar, duke na futur në vende çakejsh dhe duke na mbuluar me hijen e vdekjes. Po të kishim harruar emrin e Perëndisë ton dhe po të kishim shtrirë duart tona drejt një perëndie të huaj, a nuk do ta kishte zbuluar Perëndia këtë gjë? Në fakt, ai njeh sekretet e zemrës. Po, për shkakun tënd ne vritemi çdo ditë dhe konsiderohemi si delje për therje. Zgjohu, pse fle o Zot? Çohu, mos na hidh tej për gjithnjë. Pse e fsheh fytyrën tënde dhe harron pikëllimin ton dhe shtypjen ton? Sepse shpirtrat tanë janë ulur deri te pluhuri dhe trupi ynë i është ngjitur tokës. Çohu të na ndihmosh dhe na shpengo për hir të mirësisë sate. Kënga e këngëve, kapitulli 6. Ku shkoi i dashur yt, o më e bukura midis grave? Ku shkoi i dashur yt, që të mund ta kërkojmë bashkë me ty? I dashurim zbriti në kopshtin e tij, në lehet e balsamit për të kullotur kopen, në kopshtet dhe për të mbledhur zambak. Unë jam e të dashurit tim dhe i dashuri im është i imi. Ai e kullot kopen midis zambakëve. Mikja ime, ti je bukur si Tircahu, i hishëm si Jeruzalemi, e tmerrshme si një ushtri me flamuj të shpalosur. Largo nga unë sytë e tu sepse më turbullojnë. Flokët e tu janë si një kope e dhish që kullosin mbi malin e Galaadit. Dhëmbët e tu janë si një kope e dhensh që kthehen nga vendi ku lahen. Të gjitha kanë binjak dhe asnjëra prej tyre nuk është shterp. Tëmbthat e tu prapa velit tënd janë si një risk shege. Aty ka 60 mbretëresha dhe 80 konkubina, si dhe vajza pa numrim. Por pollumbesha ime, e përkryera ime është e vetme. Nëna e ka të vetme, e përzgjedhura e saj që e ka pjell. Vajzat e kanë parë dhe e kanë shpallur të lume, po edhe mbretëreshat dhe konkubinat e kanë lavdëruar. Kush është ajo që shfaqet si agimi, e bukur si hëna, e pastër si dielli, e tmerrshme si një ushtri me flamuj të shpalosur? Unë zbrita në kopshtin e arrave për të parë bimët e blerta të luginës, për të parë nëse hardhit ishin në lulëzim dhe shegët kishin bulëzuar. Nuk e di si, por dëshira ime më vuri mbi sherret e popullit tim fisnik. Kthehu, kthehu o Shulamite, kthehu, kthehu që të mund të ta admirojmë. Çfarë shikoni te Shulamitja? Si një valle me 2 grupe. Hebrejve, kapitulli 6. Prandaj, duke e lënë mësimin fillestar të Krishtit, le të kalojmë te përsosja, pa hedhur përsëri themelin e pendimit nga veprat e vdekura, e besimit të Perëndisë, e doktrinës së pagëzimeve dhe e vënjes së duarve, dhe e ringjalljes së të vdekurve dhe e gjyqit përjetshëm. Dhe këtë do ta bëjmë në e lejoft Perëndia, sepse ata që janë të ndriquar një herë, e shijuan dhuntin qiellore dhe u bën pjesëtar të frymës së shenjtë, dhe shijuan fjalën e mirë të Perëndisë dhe fuqitë e jetës së ardhshme. Dhe po u rrëzuan, është e pamundur të përtërihen përsëri në pendim, sepse e kryqëzojnë përsëri për veten e tyre birin e Perëndisë dhe e turpërojnë, sepse toka që pishiun, i cili bie shpesh mbi të dhe prodhon bim të dobishme për ata që e punojnë, merr bekim nga Perëndia, kurse po të prodhoj ferra e murriza, është e pasprovuar edhe afër mallkimit dhe fundi i kësaj është djegja. Por lidhur me ju o të dashur, ndonë se flasim kështu, jemi të bindur për gjëra më të mira, të cilat i përkasin shpëtimit. Sepse Perëndia nuk është i padrejtë që të harroj veprën dhe mundimin tuaj të dashurisë që treguat për emrin e tij me shërbesën që u bët dhe po u bëni shenjtorëve.
dhe dëshirojmë që secili nga ju të tregojë deri në fund të njëjtin zell për të arritur në sigurimin e plotë të shpresës, që të mos bëheni të ngathët, por imitues të atyre që nëpërmjet besimit dhe zemërgjerësisë trashëgojnë premtimet. Sepse kur Perëndia i premtoi Abrahamit, duke qenë se s'kishte ndonjë më të madh mbi të cilin të betohej, u betua mbi veten e tij, duke thënë: "Vërtet, duke bekuar do të bekoj dhe duke shumuar do të shumoj." Dhe kështu Abrahami, duke pritur me durim, e arriti premtimin. Sepse njerëzit betohen mbi atë që është më i madh, dhe betimi për ta është përforcimi që jep fund çdo kundërthënjeje. Kështu Perëndia, duke dashur të tregojë trashëgimtarëve të premtimit pandryshueshmërinë e vendimit të tij, ndërmjetësoi me betim që me anë të dy gjërave të pandryshueshme, në të cilat është e pamundur që Perëndia të gënjej, të kemi ngushëllim të fortë ne, që kemi marrë stre duke u kapur nga shpresa që na u vu përpara. Jo shpresë që ne kemi është një spirancë e sigurt dhe e patundur për shpirtin, i cili hyn deri në brendësinë e velit, ku ka hyrë Jezusi si pararendës për ne, pasi u bë kryeprift në përjetësi, sipas rendit të Melkisedekut.